Namazi është, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, as-salatu khairu min wudu'. Çështja më e mirë që bisedoni, veproni, e kryeni është namazi. Është me të vërtetë tema më e rëndësishme pas besimit në Allahun e Madhnuar është tema e namazit. Dhe besimtari gjithmonë duhet të jetë i interesuar për këtë temë, veçanërisht në muajin Ramazan. Veçanërisht. Dhe unë ceka edhe në hutbën e xumës këtë javë thash ai që ka problem me e organizu jetën e tij për t'i falë 5 kohë të namazit, ja po vije për krahja, po vije organizatori dhe sistemuesi, po vije Ramazani, tash e ke shansën. Tash kush e ka dert mi falë 5 vakte, por ja që kismeti po tash në rregull, po e marrëm që ke pas arsye, po e marrëm kështu kushtimisht. Tash Ramazan, çka kimë bë? Andaj 5 kohë të namazit në kohën e vet dhe gjithashtu mundësisht përveç për arsye të caktuara, të pranuara, atje kur thuhet pse, ajo sepse është e arsyeshme në këtë rast po përnysh xhami. Xhami nga se tash është shtuar xhamis. Po normal kujdes shtuar xhamis, në xhami. Nga se tash nuk luhet me sevape, nuk ke me hub. 27 fish Allah. 27 fish, a di çka i bie? E në Ramazan herë 10 shumë bota apo. Po kur bëhet herë 70, herë 700 e bigari hisab e pa llogari, shumë bota apo. Shumë bot në fitim, por shumë bot në humbje. Andaj, mos të tregojmë neglizhent, pa kujdesshëm, kujdes. 5 kohë në xhami. Sabahun, drekën, ikindin, akşamin, yatsin, taravit. Nga se pejgamberi alayhi sallam ka preferuar namazin nafile në shtëpi. Farzën në xhami. Përveç në Ramazan taravit ka dhënë xhami. Nga se është simbol i unifikimit të muslimanëve në Ramazan. Andaj taravit nuk falen vetë. Po. Taravit falen xhamat. Këtu e kanë kuptimin e vet. Para në rreth caktuara ku në normal, ato janë përjashtime të jashtëzakonshme, po në esencë mboju xhamis. Kapo për xhamin këtë muaj të Ramazanit. Organizoj çështën jetën tënde. Tash elhamdullah nuk janë kohë afër një tjetrës. Që tua po vetë sa u fola shkoj me një punë, shkruaj namazë. Tash ki ka hapësirë. Ka hapësirë 3 orë, 4 orë, ki mundsi. Dua të them që kujdesu për namazin obligativ. Në sasi 5, në kvalitet me për ulje dhe për kushtim, dhe në vend kujdesu për kohën, kujdesu për kualitetin dhe kujdesu për vendin e namazit e që është xhamia.